Shikues të radio televizionit të UTA, ju themi mirëmbrëma nga emisioni i Ramazanit. Takohemi së bashku edhe këtë mbrëmje për të vijuar me temën dhe ligjeratën e kësaj mbrëmje. Kemi nderin dhe kënaqësinë që sonte kemi të ftuar bashkëbisedues imamin e xhamisë së Shtojit Emil Kallaba. Mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni sonte me neve. Selam aleikum, mirëmbrëma dhe ju, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit edhe juve që pranuat ftesën. Tema për mbrëmjen e sotme është sabri apo durimi si rrugë drejt shpërblimit të madh. Na tregoni çfarë është sabri në thelb, reagimi ndaj dhimbjes apo gjendja e përhershme e zemrës. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, sallallahu sallam wa barik ala rasulillah. Falënderimet, lavdërimet, lartësimet të komet të mëti Allahut fuqi plot krijuesit të çdo gjëje, sunduesit të zemrave dhe shpirtërave tonë. Te Allahu fuqi plot e falenderojmë për begati dhe mirësi të shumta, siç janë shëndeti, familja, pasuria dhe begatia dhe mirësia me madhe me do mos e shpëllëzimi. Allahu fuqi plot e falenderojmë për begati dhe mirësi të shumta dhe një nga ato është që Allahu na dha mundësi që ta presim këtë muaj të bekuar të Ramazanit, që të jemi agjërues, të jemi nga ato besimtar. Lutim Allahun fuqi plot që të na i pranojë agjërimet tona. Dërgojmë selamat dhe salavatë për pejgamberin sallallahu rabbi wasallamuhu alej, mbi familjen e tij të ndershëm dhe mbi të gjithat ato të cilët e pason rrugën e tij deri në ditën e llogarisë. Së pari do të marr vetes leje që t'ju falenderoj dhe lut Allahun fuqi plot që t'ju shpërblej për kontributin tuaj të cilin ju e bëni vit nga vit. Lutim Allahun fuqi plot që vetëm të ketë dobi dhe ta shihni këtë shpërblim tek Allahu fuqi plot të jeti kënaqur me ju. Amin. Së pari, një nga temat më të dashura për besimtarin apo një nga shprehit apo vetit më të dashura sigurisht është durimi apo sabri. Dietarët para nesh e kanë definuar apo kanë ndarë në shumë dhe shumë koncepte apo shumë pjesë. Njeriu për të ecur në një rrugë i duhen shumë gjëra. Së pari i merr automjetin me veti, i merr gjëra ndihmës etj. Por besimtari në rrugën e tij më së shumti shikon që ta marr sinqeritetin dhe devotshmërinë dhe sabrin. Dhe një nga vetit apo gjërat më të rëndësishme tek besimtari sigurisht është durimi apo sabri. Dhe ne kemi shumë koncepte apo shumë ndarje të sabrit, sabër në mirësi. Allahu fuqi plot krijuesi çdo gjëje, sunduesi i zemrave dhe shpirtërave tonë, na ka dhënë shëndetin dhe ne duhet të kemi sabër për atë. Allahu na ka dhënë pasuri, duhet të kemi sabër. Allahu na ka dhënë familjen, duhet të kemi durim dhe sabër. Bëhet pyetje shumë shpesh si duhet të kem sabër në këto mirësi, në këto begati. Sabër për arsye se Allahu ta dha kohën dhe ti duhet të kesh sabër se në qoftë se nuk do kesh sabër durim, ti do ta harxhosh apo do ta derdhësh kohën tënde në gjëra të panevojshme, në gjëra ku ti nuk do të kesh dobi. Pastaj në qoftë se ti pasurinë tënde e harxhon në vende apo në gjëra ku nuk të takon, mos të themi të ndaluara, atëherën ti vetëm e lëkundin sabrin tënd. Por besimtarët çka bën? Ka sabër durim dhe e ruan çdo gjë dhe çdo mirësi të cilën Allahu fuqi plot ja ka dhënë në këtë botë. Begati dhe mirësi janë të shumta. Kemi sabrin, kemi durimin sprova. Allahu fuqi plot duam t'i lidhim, t'i ndërlidhim çdo gjë njëra me tjetrën. Allahu fuqi plot na dha sprova të ndryshme. Në çdo cep, në çdo hap ne kemi sprova. Për shembull, sprova nuk do të thotë që është sprova vetëm një diçka e keqe, por Allahu fuqi plot në Kur'anin famlar na ka treguar, së pari Allahu ka përmendur më tepër se 83 herë në formën direkte sabrin, durimin. Më tepër se 100 herë Allahu fuqi plot e ka përmendur sabrin, durimin në formë indirekte. Dhe Allahu fuqi plot na ka treguar se edhe mirësit, begatit janë nga pjesë, domethënë ku ne duhet të kemi sabër durim. Për shembull, Allahu fuqi plot ta dha shëndetin, duhet të kesh sabër. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tregon dhe thotë: "Ajaba li amrul mu'min", është gjendje e çuditshme besimtarit ku e gjen ndonjë mirësi, ndonjë bukuri, ndonjë gëzim, çka? Ai është falënderues. Kurse e gjen ndonjë darrau, domethënë ndonjë e keqe, ndonjë mërzi etj, çka thotë? Fa shakara.
Domethënë fa sabara fa huwa khairun lahu. Domethënë ai bëri çka? Bëri durim. U bë nga ato durimtarët. Allahu fuqiplot është e çuditshme subhanallahu gjendja besimtarit me të vërtetë, për arsye se Allahu fuqiplot ja dha begati dhe mirësi të shumta. Dhe tek ne është a do të jemi ne nga ato durimtarët apo a do të jemi ne nga ato të cilët kanë sabër. Kur Allahu thot Allahu është me durimtarët, çfarë do të thot kjo në jetën reale të besimtarit? Allahu fuqiplot në Kur'anin familart, udhëzimin ton me të dashur, na tregon se Allahu i ka ndarë disa grupe me të cilët ai është i kënaqur, me të cilën ai don, Allahu krijuesi i gjithësisë, grupën tjetër, anën tjetër të cilën ne nuk do donim të jenim ato të cilën nuk i don Allahu nuk ka shmeton, dhe Allahu fuqiplot subhanallah i ka ndarë këto grupe dhe ka thënë inna Allaha ma'a sabirin. Në të vërtetë Allahu është me durimtarët. Dhe Allahu fuqiplot na tregon edhe në vend tjetër wallahu yuhibbu sabirin. Allahu i don durimtarët. Domethënë Allahu i ka vendosur në dy grupe dhe në të dy grupet i ka vendosur durimtarët. Subhanallahu, Allahu ka dhënë Kur'anin si një GPS apo navigacion të njeriut në këtë botë. Ne për shembull kur e blim ndonjë gjë në këtë botë, kur e blim automatin më njëherë kemi, domethënë GPS-in apo navigacionin apo kemi çdo gjë, domethënë për të na drejtuar. Kur të blim dhe ndonjë gjë tjetër, krejtna domethënë fitom gjërat apo ndihmën se si ne të funksionojmë me të si punojmë. Dhe për atë arsye Allahu fuqiplot si krijuesi i krijesës, krijuesi i neve, njerëzve, na ka dhënë navigacionin apo GPS-in në këtë botë, ai është Kur'ani fisnik, Kur'ani famlar. Dhe Allahu fuqiplot na ka dhënë njerëzit, domethënë të dërguarit e tij pejgamber, na ka dhënë si shembull. Njerëzit të cilët janë për ne shembull, dhe shembulli më i madh ishte uswatul hasana pejgamberi sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi. Por secilin nga ato ishin të sprovuar. Allahu fuqiplot e sprovoi Nuhun alayhis salam. Kur e paramendon njeriu si do të ishte apo sa dorim do të nevojitesha unë të kem të jetoj më tepër se 1000 vite. Allahu akbar. Allahu e sprovoi me sprova të ndryshme. Allahu e sprovoi Ibrahimin alayhis salam, të cilin e quajti Khalilur Rahman, domethënë shoku, miku i afërti i Allahut fuqiplot. Allahu akbar. Allahu domethënë e sprovoi Musain alayhis salam, Isain alayhis salam, Maryamin alayhis salam. Do të ndërlidhi shkurtimisht Maryama alayhis salam kur u akuzua, kur njerëzit thonin, për arsye se ne gjendemi në muajin të bekor të Ramazanit dhe muaji i Ramazanit është vetëm një shkollë edukimi. Është domethënë shkollë ku ka emra të ndryshme, epitete të ndryshme, atribute të ndryshme, muaji i falënderimit, muaji i Kur'anit, muaji i begative, mirësive të plota. Dhe shumë nga dietarët e kanë quajtur shahru sabr, domethënë muaji i durimit, muaji i sabrit. Si ashtu për arsye se Maryama alayhis salam kur ishte sprovuar, ajo çka tha? Ana saim, unë jam agjëruar. Unë agjeroj. Subhanallah, kur e parashtrojmë këtë pyetje dhe kur e paramendojmë këtë ngjarjen e saj, ne them si ishte, domethënë kur njerëzit e akuzuan dhe ajo tha, unë jam agjëruar. Si ishte agjerimi i saj? Agjerimi i saj është me gjuhë së pari. Unë agjeroj dhe nuk duhet të jem nga ato të cilët bëjnë thashë theme. Flasin thashë theme. Nuk duhet ta preki gjuhën time me gjëra të cilat nuk më takojnë mua, nuk i takojnë një besimtari. Njeriu duhet të ketë agjerime të shumta, por për këto agjerime ty të nevojitet sabri, durimi. Agjerimi i zemrës, ku në zemrat tona nuk guxon të ketë çka zili, lakmi, nuk do të ketë xhelozi dhe veti shumë tjera të cilët besimtarit nuk i takojnë. Dhe për atë arsye, agjerimi si agjerim vjen për të na mësuar dhe edukuar. Allahu fuqiplot na jep agjerimin që ne të agjerojmë nga ato gjërat të cilat janë të lejuara, nga ushqimi, pija dhe gjëra tjera të cilat janë të lejuara. Pse? Për arsye se ti tregon njeriut se dhe pas Ramazanit ti mundesh pa gjëra të cilat janë të ndaluara. Kur ti mundesh në një kohë 30 apo 29, mundesh pa gjëra të cilat janë të lejuara, atëherë ti mundesh dhe pas Ramazanit pa gjëra të cilat janë të ndaluara. Dhe agjerimi është një shkollë në vete dhe neve në nevojitet sabri. Allahu fuqiplot na ka treguar dhe thënë për ta përmbledhur këtë
përmbyllur këtë përgjigje në këtë pyetje, Allahu fuqiplot tregon dhe thot ja ayyuhalladhina amanu, i drejtohet besimtarë, o ju që besoni, o ju që besoni, o ju besimtarë, sa'inu bis sabri was salat. Kërkoni ndihmë nga kush? Nga Allahu fuqiplot me çka? Me sabër dhe me namaz. Sabri, kemi thënë se një nga vetit më të dashura të besimtarit dhe tek Allahu fuqiplot, dhe çka thot? Was salat, me namaz, me lutje. Për arsye se namazi, lutja është një nga adhurimet ibadetet më të lartësuara tek Allahu fuqiplot. Dhe një nga më të dashurat, më të mirat për ne, më të dobishme, është komunikim me Allahun fuqiplot, me krijuesin e gjithësisë. Dhe në fund thot Allahu, bashkë atë pyetjen të cilën ju keni vendosur, ajo është inna Allaha ma'a sabirin. Allahu është me dënimtarët. Pse shpërblimi i durimtarëve përmendet pa mas në Kur'an? Subhanallah, pejgamberi sallallahu dhe Allahu fuqiplot në Kur'anin famlar na kanë treguar për shumë gjëra shpërblime të ndryshme. Sa është shpërblimi për një punë dhe vepër. Për shembull, ju punën tuaj të cilin ju bëni si gazetar, ju do keni shpërblimin tuaj në fund të muajit. Dhe secilin nga ne do ta ketë një shpërblim për diçka. Por shumë shpesh ne i dim shpërblimet tona, ne i dim pagimet tona. Por ne nuk i dim dy shpërblime. Shpërblimin ku Allahu fuqiplot thot gjitha ibadetet, gjitha adhurimet janë, domethënë, për robin e vet, kurse somuli wa ana ajzi bi. Domethënë, agjerimi është i imi dhe unë veçanërisht, posaçërisht e jap shpërblimin për të, edhe Allahu fuqiplot na dha mangësi që ne mos të dim shpërblimin e agjerimit. Dhe po ashtu, Allahu fuqiplot na mshehu shpërblimin e sabrit dorimit. Allahu fuqiplot tregon të thonë në Kur'anin famlar, innama yuwaffa as-sabiruna bighayri hisab. Allahu do t'i shpërblej dorimtarët pa kur fare hesab, domethënë pa kur fare, domethënë shpërblimi është vetëm tek Allahu fuqiplot. Duke mos e ditur njeriu sa i shpërblimi i dorimit, i sabrit. Dhe subhanallahu, për besimtarin shpërblimi më i madh do të ishte, apo gjë me të cilën do të ishte më i kënaqur besimtari është me atë të cilën ne sunem gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit, me atë çka sunem me gjithë ibadetet e adhurimit, është që Allahu të jeti i kënaqur me ne dhe ne të jemi në umbrellën e dashurisë, mëshirës, falës së Allahu fuqiplot. Ne kur ndëgjojmë ajetin ku Allahu fuqiplot thot wallahu yuhibbu as-sabirin, Allahu i don dërimtarët, ky shkulmi çdo gjë. Dashuria e Allahut është gjë më e nevojshme për ne, është gjë më e dashur për ne, gjë më e mirë dhe më e dobishme për ne. Dhe atëherë çka ndodh për çdo dorimtar vjen mesazhi apo i vjen lajmi wa bashiri sabirin. Dhe çka? Përgëzoi dorimtarët. Dhe ky është shpërblimi më i madh i joni me të cilën ne do të merremi. Pse ky muaj apo besimtari janë gjithmonë të kërkon sabër të jetë nga ato dorimtarë, për arsye se sabri gjithmonë don punë, gjithmonë don përparim, gjithmonë don ngritje. Dhe ne sa të dalim nga studio, dalim nga shtëpia, dalim domethënë çdo hap në këtë botë, neve na duhet sabër në xhami, na duhet sabër në shtëpi, na duhet sabër me familjen, na duhet sabër domethënë në punë, në çdo gjë na duhet sabër dhe durim. Dhe besimtari dallohet nga i tjetri me sabër dhe durim. Ne e shohim durimin e tij më një herën. Për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar dhe thënë se as-sabru daya, durimi është dritë për besimtarin. A është sabri dobësi apo forma më e lartë e forcës shpirtërore? Si shpjegohet kjo? Nuk është dobësi normalisht, sigurisht që është vetëm diçka me të cilën njeriu ngritet shpirtërisht. Allahu fuqiplot, kemi thënë më parë se Allahu fuqiplot në rreth më tepër se 125.000 pejgamber të dërguarit e tij, ku në transmetim tjetër thuhet se 124.000. Nuk është e rëndësishme ky detaj, sa është rëndësishme një detaj tjetër, ai është që Allahu fuqiplot na i dërgon këto njerëzit për të na mësuar dhe edukuar, për të qenë shembull për ne. Dhe shpesh herë njerëzit mendonin se këto njerëz ishin ta thohem në gjuhën popullore të marr, apo njerëz jo normal, jo real, tjerë, ku e kemi shembullin e pejgamberit Ejub alayhi salam, pejgamberi i sabrit. I dërguari i sabrit e kanë quajtur. Për arsye se Allahu fuqiplot e sprovoi me shëndet,
Allahu fuqi plot e sprovoi me pasuri, Allahu fuqi plot e sprovoi me familje, edhe sprova tjera. Paramendoj ku një njeri i cili është provuar me shëndet, Allahu fuqi plot e sprovoi dhe ja mori të gjithë lëkurën e tij, me tepër se 18 vite. Allahu fuqi plot ja mori disa nga fëmijët e tij. Allahu fuqi plot ja mori gjithë pasurinë. Ishte nga të pasurit asaj kohe, dhe çka ndodhi, Allahu fuqi plot në tokën e tij vendosi që ajo të mos ketë, domethënë baraqet toka e tij. Edhe atëherë u paksua dhe pasuria e tij. Dhe njerëzit e afërt tij dhe populli i tij tha, ku është Zoti yt? Duke treguar, duke kërkuar çka? Këtë dobësi, duke treguar se kjo diçka që ishte duke bërë Ejubi alayhis salam është diçka e dobët, ishte diçka nga dobësia e tij. Përse ai po beson në Allahun fuqi plot, në të vetmin Zot dhe ai po bën dorim. Atëherë çka ndodh se edhe të afërmit e tij braktisën. Pse? Se e kanë pa diçka se ishte jo reale, jo normale. Por arsye se njeriu ngritet shpirtërisht dhe pas 18 viteve Allahu fuqi plot i dha, domethënë shpërblimin, ja kthei lëkurën e tij, ja kthei shëndetin e tij, ja kthei pasurinë e tjerë. Por Allahu fuqi plot e sprovoi dhe gruan bashkëshorten e tij. Tha, si do të jetosh me këtë njeri? Si do të jetosh me një njeri i cili nuk ka lëkuri, një njeri i cili është abnormal e tjerë. Por ky ishte mesazh shumë i madh për ne, se ne si besimtar duhet të kemi sabër pa mas. Për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ne ka këshilluar në shumë dhe shumë hadithe të ndryshme, në shumë dhe shumë këshillet e tija për sabrin, durimin e tij, ku Allahu fuqi plot e sprovoi dhe atë. Subhanallah, njeriu me i dashur, njeriu me i dalluar në rrezullin toksor, Allahu fuqi plot e sprovoi në vitin Amul Huzn, në vitin e mërzis, ashtu u quajt ai vit për arsye se u sprovoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me familje, e mori bashkëshorten e tij, e mori xhaxhain e tij, axhen e tij dhe pastaj dhe sprova të ndryshme të tjera dhe Allahu fuqi plot e zbrat ajetin e 3 të surës Ad-Duha. Allahu ty çka nuk të braktisi. Allahu i thot, Allahu ty nuk të braktisi. Ky është, domethënë, një nga mesazhet të shumta të cilën ne duhet ta japim çdo njeri, domethënë, së pari vetes. Ajo që Allahu fuqi plot neve kur nuk na ka braktis dhe kur nuk do të na braktis. Allahu kur nuk harron dhe kur nuk do të harroj, kur nuk na ka harruar. Dhe elusim Allahun fuqi plot që ne të jemi nga ato të cilët Allahu është me ne. Si mund ta ndërtojmë sabrin në një kohë ku gjithçka kërkohet menjëherë? Sa duhet të jemi durimtar dhe të bëjmë sabër në diçka që kërkohet menjëherë dhe të bëhet aty për aty ndoshta? Si e fitojmë sabrin ne? Ne ndodhemi në një shekull i teknologjisë, shekull i trendeve, shekull i gjërave mode, tjere, shekull i init. Dhe ne, për fat të keq, duam çdo gjë për një herë. Dhe në këtë moment më erdhi në mend një pyetje ku po të njëjtën pyetje ja bërën një njeriu i cili ishte duke këshilluar rinin dhe ai u përgjigj duke thënë se Allahu fuqi plot në një nga surat më të shkurtëra në Kur'anin famlar betohet në kohën. Pasha kohën dhe në ajetin e dytë thotë, në të vërtetë njeriu innal insana lafi khusr, në të vërtetë njeriu është në humbje. Subhanallah. Mesazh i gjatë, i thellë. Allahu betohet në kohën dhe pastaj thotë, mu dhe ty dhe secilin nga ne thotë se njeriu është në humbje. Dhe pastaj thotë, por posa ti, ila alladhina amanu, i cili beson, wa amilu salihan, ai i cili çka bën punë dhe vepra të mira. Dhe pastaj wa tawasaw bil haq, ai i cili e ruan njëri tjetrin në hak, në të vërtetë. Dhe në fund thotë wa tawasaw bis sabr. Ne jemi të obliguar që sot ta kujtojmë njëri tjetrit sabrin. Bashkë në këtë fund të ajetit na kujtohet se ne jemi të obliguar që ta kujtojmë njëri tjetrit sabrin, durimin. Ne shpeshherë mendojmë se së pari nisemi nga kjo ai ajeti të cilin e kemi përmendur më parë, po them se të kërkojmë nga Allahu fuqi plot ndihmë, ne shpeshherë them, o Allah më ndihmo, o Allah më jep, o Allah më jep këtë datë e tjerë, por atëherë mbas një kohë shumë të shkurtër ai thotë, Allah nuk më përgjigj, Allah nuk më jep e tjerë. Jo. Duhet të kesh durim. Duhet të kesh durim. Allahu fuqi plot të tregoj. Kërkon nga Allahu, por me durim. Kërkon nga Allahu, por me durim. Të kesh durim në çdo gjë. Ne duam që një ndërtesë të bëhet shumë shpejt. Por me durim do ndërtohet. Pa durim, jo. Për arsye se ne duhet të kemi pas
do të kemi gjëra të cilat nuk do të jenë të këndshme për ne. Dhe njeriu, nuk ka thënë pejgamberi se kot së koti, po kur fare arsye se durimi është vetëm se dritë, durimi vetëm është shpëtim për njeriu. Durimi njeriu e mbron nga mëkatet të liga. Për shembull, rinin sot e shohim rinin ku thot unë dua pasuri të shpejt, unë dua të jem milioner, unë dua të kem këtë atë. Çka bën? Për fat të keq shkon dhe sprovon veten me beqas. Shkon e sprovon veten me gjëra të ndaluara. Dhe atëherë çka? Ajo i paguhet me dëme të ndryshme pastaj. Ajo pasuri të vjen në gjuhën popullore të vjen tek hundi. Dhe shpejtësia neve na merr shumë. Ne duam që me shpejtësi të arrim, për shembull, nga Ulqini në Tivan, dua që për 10 minuta të jem atje, por në qoftë se unë dhe ti nuk do të kemi sabër që të shkon për 15 minuta, atëherë ne mund të kemi problem gjatë atij udhëtimi, gjatë asaj rruge. Duhet të kemi kujdes që t'i them vetit së pari, ndalu. Ki durim, do të vi. Dhe lutim Allahun fuqi plot që neve të na bëjnë nga ato të cilët kanë durim. Lutim Allahun fuqi plot që ne të jemi nga ato të cilët kanë këtë dritën e durimit. Çfarë do t'i thonit atyre persona, atyre njerëzve që aktualisht janë duke u gjendur në një gjendje emocionale shpirtërisht të lodhur, si duhet bëhet durim? Do të kujtohet ajeti i 3 surës Ad-Duha. Do t'i tregohet se së pari ki sabër, ki durim. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte njeriu më i dashur. Allahu fuqi plot, vetëm dy njerëz i ka quajtur Khalilur Rahman. Njerëzit më të dashur tek Allahu fuqi plot. Ishte Ibrahimi alayhis salam dhe ishte Muhamedi sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi. Allahu fuqi plot në atë moment kur e sprovoi, Allahu fuqi plot ja zbriti ajetin dhe i tha Allahu nuk të ka lënë vet. Vetëm se Allahu i ka dhënë momentin që ta sprovoj më tepër për arsye se Allahu atë të cilin e sprovon, Allahu e afron. Omeri radiallahu anhu, ku në një ditë ku Allahu nuk e sprovoi, tha Allahu mu nuk më don. Tha unë nuk u sprovova sot dhe Allahu nuk më don. E pyetën shokët e tij, ja Omer, pse po mendon ashtu? Për arsye se Allahu kur e sprovon dikën, Allahu e don. Allahu don të ngris, Allahu don të pasuron, të pastron, tjere. Dhe me dojmos, ne duhet të kujtojmë njëri tjetrin, se durimi është vetëm shpresë, është vetëm shpëtim i madh. Ne dim, subhanallahu, do të tregoj një ngjarje të shkurtër, ku më ranë ndërmend tani për tani, ku ishte një njeri besimtar, i ndershëm, subhanallah, nga durimtarët, dhe çka ndodhi? Po ishte edhe tregtar, mori rrugën për tregti dhe mori me vete një fëmijë me veti. Dhe pastaj çka ndodhi? Gjatë rrugës bjen nga deveja dhe e thën këmbën, po përfiton dhe një smundje. Atë herën i nevojitet që t'ia presin këmbën, ta kpush këmbën. Para mendon në atë kohë ku para 1000 diçka viteve ku nuk ishin këto kushte të cilët ne sot i kemi, ato nuk i kishin. Dhe gjatë rrugës fëmiu po i vdes në roniet. Dhe ai gjatë rrugës po thot një fjalë, ajo është shumë më dhe pak më morë. Shumë më dhe pak më morë. Shkoj, arriti tek vendi për të bërë tregtin, e bëri tregtin dhe u kthy mbrapa dhe u kthy në qytetin e tij, në vendin e tij dhe duke përsëritur pak më morë, shumë më dhe, pak më morë, shumë më dhe, etj. Dhe njerëzit menduan se ky njeri ka ndodhur diçka me të. Ka humbur. Por shkon tek ai dhe e pyeten, o robi i Zotit, na trego dhe pse e humbe fëmijën, humbe këmbën. Pse po thua non stop gjithë kohën pak më morë, shumë më dhe. Ai tha për arsye se Allahu fuqi plot më dha sprova për të më afruar tek ai. Allahu fuqi plot më dha që të kem shëndetin, më morri pak.
kam 2 këmbë, 2 duar, 2 etj, por Allah më mori vetëm 1 këmbë, mund të jetoj, mund të vazhdoj, mund të jem falënderues atij. Allah më dha shumë fëmijë, më mori vetëm 1. Allahu akbar. Dhe si mos të jem falënderues atij Allahu fuqiplot, duke e ditur mirë se secilin nga ne do të kthehet tek Allahu fuqiplot. Secilin nga ne do të kthehet tek Allahu fuqiplot. Allahu fuqiplot thot alladhina idha asabatuhum musibatun qalu, ato të cilët i takon apo i prek ndonjë musibet, ndonjë sprov, çka thojnë? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne do të kthehemi tek Allahu fuqiplot. Shpeshherë neve na kujtohet vdekja. Por, jo, do ta kujtosh një gjë tjetër, me të mirë, me të bukur, me të lartë, me të dashur, unë dhe ti dhe secilin nga ne. Allahu neve na ka krijuar. Ai shkryusi çdo gjë. Dhe tek ai do të kthehemi, tek krijuesi Allahu fuqiplot. Dhe pse unë dhe ti mos të kthehemi falënderues? Pse mos të kthehemi tek Allahu fuqiplot dorimtar? Pse mos të kthehemi nga ato të cilët Allahu do të na thotë wa bashiri sabiri. Allahu i përgëzoi dorimtarët. Shumë e bukur kjo. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit të Ramazanit, ne erdhëm edhe drejt fundit të këtij emisioni për këtë mbrëmje, dal nga dal po afrohen edhe minutat për të bërë iftar dhe faleminderit edhe një herë për temën e sotme që zgjodhet për shikuesit tanë. Elusim Allahun fuqiplot që të na bëjnë nga ato njerëzit të ndershëm dhe së pari të sinqertë, ta shtoj durimin, sabrin ton. Lusim Allahun fuqiplot që në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, vetëm të na shtohet devotshmëria dhe të dalim më ndryshe, më të mirë, më të dashur dhe më të dobishëm për njerëzit nga ky muaj i bekuar të Ramazanit. Lusim Allahun fuqiplot që të arrijmë kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut fuqiplot, synimin ton më të lartë. Lusim Allahun fuqiplot që të plotësoj lutjet, duat, agjeruesit dhe lusim Allahun fuqiplot që t'i pranoj ibadetet, adhurimet tona. Amin. Salam aleikum. Faleminderit edhe një herë. Shikues të radio e televizionit të UTA, ne erdhëm edhe drejt përfundimit të këtij emisioni për mbrëmjen e sotme. Unë ju falenderoj që ishit me neve, dua të ju falenderoj edhe një herë sponsorët e këtij emisioni, kompaninë Cungu & Co, dhe mund ta gjeni në rrjetet sociale së të rënur për dekorimet e kësaj studio. Faleminderit edhe një herë dhe ju bëft mirë iftari. Natën e mirë.